Me këtë rast nuk ka korum për të vazhduar më tutje me votimin. Neni 86 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës thotë që për zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës në votimin e parë dhe votimin e dytë kërkohen 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, të paktën 80 vota për. Në sallë janë 65 deputet, edhe deputeti Gola, i cili është në sallë dhe po e zë vendin e tij. Pra 66 deputet. Me këtë rast nuk ka korum për të vazhduar më tutje me votimin. Disa herë në këtë seancë i bëra thirrje deputetëve të cilët mungojnë që të vinë, të jenë pranishëm në përputhje me kërkesat e Kushtetutës Republikës Kosovës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, situata është që ata nuk janë të pranishëm. Rrjedhimisht nuk i kemi 2/3 e deputetëve, 100 nga 120 deputet, pra nuk janë 2/3 që i bie 80 deputet në sallë. Rrjedhimisht nuk mund të vazhdojmë me votimin e raundeve, sepse siç e dini, në votimin e parë duhet marrin pjesë të paktën 80 deputet, edhe në votimin e dytë duhet marrin pjesë të paktën 80 deputet, në votimin e tretë duhet marrin pjesë të paktën 61 deputet. Me këtë rast po e ndërpres këtë seancë dhe natyrisht që do ta vazhdojmë në qoftë se plotësohen kushtet. Faleminderit dhe shihemi në seancat e radhës.